Shikues të nderuar të Alpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Në qytetin e Gjirokastrës, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, një fenomen i përditshëm po ndryshon ngadalë pamjen, por edhe identitetin e tij karakteristik. Kaldrëmet e vjetra që përshekush mbartin historinë dhe kujtesën e qytetit, sot janë bërë skenë një tregtie spontane, ku tavolinat e improvizuara, por edhe mallrat e importuara kryesisht nga Kina, zën hapësira gjithnjë më të dukshme, ndërsa nuk duket se po merret ndonjë zgjidhje apo mas nga ana e instancave vendore. Në qytetin e Gjirokastrës, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, një fenomen i përditshëm po i ndryshon ngadalë pamjen dhe identitetin e tij karakteristik. Kaldrëmet e vjetra që prej shekush mbartin historinë dhe kujtesën e qytetit, sot janë bërë skenë një tregtie spontane, ku tavolinat e improvizuara dhe mallrat e importuara, kryesisht nga Kina, zën hapësirë gjithnjë më të dukshme. Tregtarët të vegjël vendosin çdo ditë produkte të lira që variojnë nga artikuj shtëpiak e deri te suvenir pa lidhje me traditën vendase. Kjo dukuri don se sjell një burim të shpejtë të ardhurash për disa familje, ngre shqetësime serioze për ruajtjen e autenticitetit të qytetit Musa. Në zemër të qytetit të gurtë, mbrojtur nga UNESCO, që po vjet re një ndryshim i ndjeshëm që prek drejt për drejt identitetin e tij kulturor. Dikur pazari karakteristik i qytetit ishte një pasqyrë e traditës, historisë, mjeshtërisë dhe shpirtit të zonës. Ndërkaq përdorimi i pakontrolluar i hapësirave historike rrezikon jo vetëm estetikën, por edhe statusin e mbrojtur ndërkombëtar të Gjirokastrës, ndërkohë që Bashkia e Gjirokastrës nuk ka marrë as një mas për heqjen e tyre në këtë zonë muzeale në formë definitive. Ndryshojmë natyrën e informacionit. Një zhvillim i rëndësishëm për turizmin dhe menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore është arritur së fundmi për Lumin Vjosa, një nga pasuritë më të çmuar natyrore të Shqipërisë. Pas një tryeze të përbashkët diskutimi, ku morën pjesë përfaqësues nga Bashkia e Përmetit, Administrata e Parkut Kombëtar të Vjosës, Federata Shqiptare e Raftingut si dhe operator turistik vendas, palët kanë arritur një konsensus mbi rregullimin e sezonit të aktivitetit të raftingut, i cili do të nisë prej datës 1 prill dhe do të përfundojë më 30 nëntor. Një zhvillim i rëndësishëm për turizmin dhe menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore është arritur së fundmi për Lumin Vjosa, një nga pasuritë më të çmuara natyrore të Shqipërisë. Pas një tryeze të përbashkët diskutimi, ku morën pjesë përfaqësues nga Bashkia e Përmetit, Administrata e Parkut Kombëtar të Vjosës, Federata Shqiptare e Raftingut dhe operator turistik vendas, palët kanë arritur një konsensus mbi rregullimin e sezonit të aktivitetit të raftingut. Sipas marrëveshjes së re, sezoni i lundrimit me mjetet e lehta jo motorike në Lumin Vjosa do të nisë më 1 prill dhe do të përfundoi më 30 nëntor për vitin 2026. Ky ndryshim sjell një zgjerim të konsiderueshëm të periudhës së aktivitetit krahasuar me rregulloren e mëparshme, e cila parashikonte zhvillimin e raftingut vetëm nga 1 maj deri në 15 tetor. Urdhri i vjetër pritet të shfuqizohet zyrtarisht, duke hapur rrugë për një sezon më të gjatë dhe më fleksibël për operatorët turistik dhe vizitorët. Kjo marrëveshje konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm në zonë, duke balancuar nevojën për mbrojtjen e ekosistemit unik të Vjosës me promovimin e aktiviteteve turistike që sjellin të ardhurat për komunitetin lokal. Zgjatja e sezonit pritet të ndikojë pozitivisht në ekonominë e Përmetit dhe zonave përreth, duke rritur numrin e turistëve dhe duke krijuar më shumë mundësi punësimi. Një faturë e kripur prej 46.5 milion eurosh do të shpenzohet nga qeveria shqiptare për të mirëmbajtur rrugët kombëtare. Vlera e akorduar është një nga më të mëdha ndonjëherë në Shqipëri, teksa shënon një rritje tepër të madhe në krahasim me vitin që lam pas. Një faturë tepër e kripur prej 46.5 milion eurosh do të shpenzohet nga qeveria shqiptare për të mirëmbajtur rrugët kombëtare. Vlera e akorduar është nga më të mëdha ndonjëherë në Shqipëri, teksa synon një rritje tepër të madhe në krahasim me vitin që kaluam. Megjithëse gjatë këtyre kohëve ka patur një mori shembjesh dhe problematikash në akset e rindërtuara së fundmi, por kjo se ka penguar drejtorinë e ri të autoritetit rrugor shqiptar për të hapur thestin me paratë të cilët pritet të ndahen gjatë muajve në vijim. Por koha ka treguar se mirëmbajtja e këtyre akseve është bërë sa për syje faqe.
me bariera të prishura, asfalt të çare me gropa, gjithashtu me shembje në shumë akse dhe askush nuk ban përgjegjësi. Parat s'ka munguar asnjëherë dhe gjithkush, ata që qëndrojnë në zyrat e shtetit apo ata që marrin nga ato zyra shuma me shumë zero, duhet të mbajnë përgjegjësi për këto akse. E ndërkohë në dokumentat zyrtare rezulton se autoriteti rrugor shqiptar me disa ish drejtor në burg, një në arrest shtëpie me 10 zyrtarë të hetuar, ka parashikuar për të shpenzuar një shumë të madhe për rrugët. Dokumenti i bën fjalë për mirëmbajtje dhe performancë të akseve kryesore të 4 rajoneve, teksa tenderet do të ndahen në plot 4 lote. Fondi limit i 4 loteve është plot 46.5 milion euro dhe nuk bëhet fjalë për ndërtime rrugësh, por për punime për mirëmbajtjen e tyre. Të dhënat e ARSH-s flasin se kërkohet të mirëmbahet rreth 3500 kilometra, ndërsa punimet duhet të jenë për pastrim dhe riparime. Ndërkohë, i njëjti institucion bën tendera edhe për sinjalistika apo për eliminimin e pikave të zeza, duke e shtuar koston në disa milion euro të tjera. Por çfarë do të mirëmbajë ARSH? Akset që u shembën? Natyrisht pas se vlerat të madhe lindin shumë pyetje, duke qenë se në 2 vitet e fundit disa rrugë janë shembur, të tjera me plasëritje dhe disa tunele të ndërtuara rishtazi kanë pësuar probleme. Ku ka patur probleme në rrugën e re, Korç-Ersek, në aksin Elbasan-Librazh, në Maliq-Lozhan, në përmet Çarshov, apo shembja e disa javëve më parë në rrugën Librazh-Prrenjas. Probleme ka patur dhe në zonën e ujit të ftohtë në Tepelen, apo dhe në aksin e inauguruar një vit më parë, Qukës Qaf Ploç. Shembje ka pasur edhe rruga e Arbrit, rruga e Lurës apo edhe unaza e Burrelit. Gjithashtu, probleme ka patur edhe në tunelin e Florin të Llogaras, ku u raportuar probleme strukturore, tuneli i Murrizit apo vëshimi i ujrave në tunelin e aksit Kardhiq-Delvin. Madje në disa prej këtyre tuneleve ARSH ka hapur tendera për rregullimin e tyre. Duket se arsye të këtyre problemeve kanë qenë bërja e projektive në shumë raste të dobta gjeologjike. Megjithatë, në vend që këto defekte të hetohen penalisht apo të verifikohen administrativisht, vetë qeveria shton fonde duke tentuar të mbulojë këto defekte. Koha e ka treguar se sa më shumë fonde të ketë, vjedhjet do të rriten. Në Gjirokastër, në Muzeun e Luftës së Ftohtë është qenë një ekspozitë e veçantë me librat e ndaluara përgjatë periudhës së komunizmit. Në mjediset e ishve të strehimit prej betoni u ekspozuan libra, autorë dhe botime të cilët në vitet e diktaturës ishin të ndaluar për publikun e gjerë. Kjo ekspozitë tërhoqi vëmendjen e lexuesve, por edhe turistëve që vizitojnë qytetin e Gurt. Ndodhemi në tunelin e Luftës së Ftohtë. Biblioteka Apostol Meksi ka sjell një pjesë të fondit të saj, i cili bëhet fjalë që gjatë periudhës së komunizmit ka qenë ndaluar. Dhe duke parë interesin që kanë turistët për tunelin, menduan të bënin një ekspozit me këta libra. Një pjesë janë letërsi shqiptare dhe pjesa tjetër janë letërsi e huaj. Duke qenë se këtu ne jemi në tunelin e Luftës së Ftohtë, nga vizitorët e shumë që kanë interes për muzeun, përveç historikut të ndërtimit të këtij tuneli muze, kemi dhe kërkesat veçanta ose për informacione rreth kohës, rreth objekteve origjinale që ndodhen këtu në tunel. Ata janë të mirë informuar, por kur i dëgjojnë nga ne janë më kureshtar akoma për informacione plus. Duke qenë se këto janë objekte origjinale, tregojnë atë vlerën e lartë historike që kanë, për periudhën e kohës në të cilat janë shfrytëzuar. Po, duke qenë se këtu ishte si një qytet vogël, ishte projektuar si një qytet vogël, një vend strehim për luftën, ka shërbyer edhe zyrat e postë telekomunikimit dhe ato pak objekte origjinale që kanë ndodhur, shfaqin një kurreshtje të veçantë për vizitorët. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë ndajemi këtu, mirëpafshim.